për të cilin nga ora 9 e deri në orën 12 janë hapur dyert e kësaj palestre për homazhe. Ka pasur qindra njerëz që kanë ardhur nga gjithë Kosova, po vlen të thekët që ka pasur të tillë që kanë ardhur vetëm për homazhe dhe për varrim për Zotrin Haxhi Thaçi, tashmë i ndjer. Nga partitë në pushtet nuk patën ndonjë vizit për homazhe, por vlen të thekët që partia më e madhe me njerëz me vizitor më të mëdhej që ka pasur për homazhe ka qenë ajo Partisë Demokratike e Kosovës, pothuajse kanë qenë të gjithë ish deputet që kanë qenë në legjislaturat e kaluara, por edhe deputet të rizgjedhur tani më në këtë legjislaturë që pritet së shpejti. Po ashtu shumë qytetarë po e cilësojnë që këtë pa drejt mungesën e ish-presidentit të Republikës Kosovës Haxhi Thaçi, për shkak se gjykata e refuzoi kërkesën për të marrur pjesë në varrimin e babait të tij, por nuk është i vetmi ky që është refuzuar kërkesa për ceremonitë të tilla mortore që kanë ndodhur edhe me ish-krerë të tjerë që po mbahen në Hag, e që sipas qytetarëve të Republikës Kosovës po mbahen padrejtësisht, dhe kjo që po i bëhet atyre është një padrejtësi shumë e madhe që nuk i ndodh ndokujt tjetër, po vetëm se janë ish-krerët e UÇK-s mbrapa meje, po mbahet edhe mbledhja komemorative për Haxhi Thaçin, e më pas mbledhjes komemorative do të vazhdojë për në fshatin Mbroj, ku do t'i jepet lamtumira e fundit në varrezat e fshatit Mbroj të komunës së Skanderajt. E pikërisht në këtë mbledhje komemorative aktualisht është duke ju paraqitur publikut me fjalë ngushëlluese kryetari i Skanderajt Fadil Nura, të cilin do ta ndjekim për pak çaste. Pranvera me natyrë e lule të mira. Edhe kam ymël të madh se edhe Hashimi këtë pranverë varë Zoti pa na vjen, e po e bëjmë një fest qysh e dorani. U përshëndetëm me përqafim të ndalë, bashkë me mallin që kishte për Hashimin dhe burujen. Dhe fatkeqësisht, ai po atë ditë u rikthy të luftoj me vdekjen, por nuk u dorëzua. Dhe rezistoi derisa shuajti mallin për ta parë djalin. Me të ndime e priti gjatë, pa djalin i shtrëngoj dorën fort dhe mbylli sytë. I lehtësuar për gjithmonë për të rikthyer sot që ta shuaj mallin tjetër. Burojen me ajër të pastër, natyrë të bukur, e lulet pranverës në mesin e qindra e mira krushëve të lirisë. Të nderuar pranishëm, padrejtësitë e sotme shumë larg nga ky vend rëndojnë mbi supet e themeltarit të shtetit të pavarësisë së Kosovës, i cili bashkë me shumë shokë tjerë luftuan për lirinë e popullit pa u trembur asnjëherë nga vdekja. Haxhi Thaçi, si kryeministër historik i Kosovës, sot është larg atdhejut dhe familjes, duke përballur me provën më të madhe që nga shtirimi i Kosovës. Sot po humbet çasti i vetëm në jetë që djali të shoh për herë të fundit babain e tij, edhe të vdekur madje. Për shkak të kohës së edicionit informative ndërprejmë këtë konferencë, sigurisht që më shumë mbi këtë mbledhje komemorative do të njoftojmë në edicionet të radhës.